Përshëndetje miq. Mirë se erdhët përsëri në Asha ADV podcast, Conversation on Architecture and Design. Pra, të flasim për arkitekturën dhe dizajnin me Asha. Unë jam Arber Shala dhe po vazhdoj me episodin e dytë pas një kohe shumë të gjatë. Edhe pse nuk kam pas dëshirë që kjo me ndodh, por ja që disa rrethana ndikuan që të vënohemi, e po shpresoj që kjo të mos ndodh me episodet e radhës. Sot du t'ju marrë me vete në një udhëtim. Jo përmes qyteteve apo shteteve, po përmes kohës. Pra, sot po kam dëshirë me bisedu me ju për arkitekturën përmes epokave. Do të ecim përmes epokave të mëdha të arkitekturës, pra nga piramidat e Egjiptit deri tek ndërtesat e larta prej xhamit që i kemi sot tek qytetet tona. Për të zbulu se si çdo periudhë ka lënë pas një trashëgimi që ende po ndikon në mënyrën se si jetojmë sot. Mos u shqetësoni. Kjo nuk ka me të qenë edhe nuk është një orë historie, ku duheni me mbajt mend të gjitha ato unë çka po i them, apo me i mbajt mend gjitha këto emra dhe stilet e ndryshme. Kjo është për historitë, idetë dhe ndryshimet në mendim. Sepse arkitektura nuk ka qenë kur thjesht për mure e kulme. Ajo ka qenë dhe mbetet gjithmonë për njerëzit, për fuqinë, për besimin dhe, normal, për imagjinatën. Le të futemi bashkë në atë që themi makinën e kohës dhe të shohim se si është zhvilluar arkitektura dhe si reflekton kush jemi ne. Në radhë parë, po kam dëshirë me elaboru, me bisedu për arkitekturën e lashtë, pra ndërtime për zotrat dhe mbretërit. Mundohuni me i mbyll sytë për një moment edhe imagjinoni piramidat e Egjiptit. Masive, të pathyeshme, të orientuara me yje. Ato kanë qëndruar aty për më shumë se 4000 vjet, duke na përshpëritur, duke na folur për temi veçarve. Pse u ndërtuan kështu? Jo vetëm për t'i ruajtur të vdekurit, po ato ishin projektuar për të shfaqur fuqi, përjetësi, pra na dhanë një mesazh. Ne do të zgjasim për gjithmonë. Arkitekti Imhotep, një nga të parët që njihet në histori, nuk ishte vetëm ndërtues. Ai ka qenë prift, ka qenë mjek, dietar. Në ato kohë, arkitektura ishte njohuri e shenjtë. Dhe nuk ishte vetëm Egjipti. Në Mesopotami, ziguratet ngrihen si shkallë drejt qiellit. Tempuj që ishin njëkohësisht qendra qytetare dhe shpirtërore. Shkojmë në Indi dhe Kinë. Ndërtimet nuk ishin thjesht funksionale, ato ishin diagrame kozmike. Pallatet dhe tempujt orientoheshin sipas yjeve, ose ndërtoheshin mbi parime si Vastu Shastra apo Feng Shui. Ndërsa në Mezoamerikë, Majat dhe Aztekët ndërtuan piramida që njëkohësisht shërbenin si observator, të sinkronizuar me diellin gjatë solisticeve. Imagjinoni mijëra njerëz të mbledhur duke parë hijen e gjarprit që lëviz mbi shkallët e piramidës. Arkitektura kthehet në teatr, shkencë dhe religjion njëkohësisht. Pra, në botën e lashtë, arkitektura nuk ishte për rehati apo për bukuri. Ajo ishte për identitet, besim dhe përjetësi. Shkojmë me pjesën tjetër, pjesën e dytë. Grekët dhe romakët, proporcioni dhe hapësira publike. Tani lëvizim drejt perëndimit në Greqinë e lashtë. Këtu ndodh diçka revolucionare. Arkitektura bëhet për rregull, harmoni, bukuri përmes proporcionit. Mendoni për Partenonin. Kolonat e tij të vendosura në mënyrë perfekte, secila pak e lakuar që syri ynë ta shohë të drejtë. Grekët besonin se arkitektura duhet pasqyronte universin, racionale e balancuar e kuptueshme.
Por pastaj edhe romakët, ata dhe i morën këto ide dhe i fuqizun. Ata shpikën harkun, kupolën dhe betonin. Papritur mund të ndërtojë më e madhe, më e lartë dhe më shpejt. Dhe ja risia më e madhe. Romakët e demokratizuan arkitekturën. Nuk ishte më vetëm për zotat dhe mbretërit. U ngritën akuaduktet që sillnin ujë për qytete të tëra. Amfiteatrut, ku 10 mijë njerëz blidheshin për arktim. Banjo, bazilika, sheshe publike. Roma na dha qytetin si e njohim sot. Rrugë, rrjete infrastrukturore, gjëra që ende i përdorin sot e kësaj dite. Pra, nëse të lashtët ndërtonin për zotat dhe për jetësinë, grekët për harmoninë, romakët ndërtuan për njerëzit. Shkojmë të pjesa e tretë, po ngjitemi kah mes jeta. Besimi dhe kështjellat. Perandoria romake bie dhe Evropa hyn në mesjetë. Këtu arkitektura ndryshon sërish. Tani është e gjitha për mbrojtje dhe besim. Ndërtesat romaneske shfaqen të parat. Muret e trasha, dritaret e vogla, harqe të rrumbullakta. Të rënda, po thuajse si kështjella. Të përshtatshme për një kohë ku siguria ishte përparësi ndaj bukurisë. Por më pas ndodhi diçka magjike. Katedralet gotike. Pa pritur, guri fillon të sfidoj gravitetin. Harqe të mprehta kontra traja fluturuese. Dritare të mëdha me xham të ngjyrosur që mbushin brendësinë me dritë shumë gjyrshe. Ndërtesa si Notre Dame në Paris nuk qëndrojnë vetëm mbi tokë, ato ngrihen drejt qiellit. Në të njëjtën kohë, në botën islame, lulëzojnë xhamit, pallatet dhe kopshtet. Alhambra në Spanjë, xhamia e madhe e Kordobës, xhamia blu në Stamboll. Të gjitha kryeveprat e gjeometrisë, simetrisë dhe lojës me dritën. Pra, në këtë periudhë, arkitektura lidhet ngushtë me besimin dhe identitetin kulturor. Një xhami, një katedrale, një kështjell. Nuk ishte nevojë për harë për të kuptuar çfarë përfaqësonin. Ato e shpallnin vetë mesazhin. Shkojmë tek rilindja. Njeriu në qendër. Kalojmë pra në shekullin e 15, rilindja. Fokusi tani zhvendoset sërish, këtë herë tek humanizmi. Arkitektët nuk janë më ndërtues anonim. Ata bëhen artist, mendimtar, vizionar. Mos harroni, Brunelleschi, Alberti, Palladio, emra që mësohen ende sot e kësaj dite. Ndërtesat projektohen duke marrë trupin e njeriut si masë, pra proporcion, perspektiv, matematik, çdo gjë racionale e harmonizuar, elegante. Rilindja sjell ose solli idealet e Greqisë dhe Romës, por me një sy të ri, njeriu në qendër të universit. Arkitektura nuk ishte më vetëm streh ose simbol, u bë edhe një art. Kjo vazhdon tek pjesa e 5, shkojmë tek modernizmi. Ndërprerja me të kaluarën. Pra, le të shkojmë tani në shekullin e 19 dhe 20. Industrializmi ndryshon gjithçka. Fillon përdorimi i materialeve si qeliku, xhami, betoni i armuar, popullsia shpërthen, qytetet rriten me ritme maramense. Arkitektët modernistë shohin këtë kaos dhe thonë, mjaft me zbukurime, harrojeni të kaluarën, na duhet funksion. Louis Sullivan na jep shprehjen forma ndjek funksionin. Le Corbusier shpall, shtëpia është një makinë për të jetuar brenda. Modernizmi zhvesh ndërtesat deri në thelb. Linja të pastërta, plane të hapura, gjeometri të qarta. Mendoni pak për Bauhaus ose për gradacielat prej xhamit të Mies van der Rohe. Ishte i guximshëm, utopik. Do njerë i ftoht, por mesazhi ishte i qartë.
të ndërtonim për të ardhmen, jo për të kaluar. Kalojmë tek postmodernizmi dhe e tashmja, kompleksiteti dhe mundësitë. Sigurisht, jo të gjithë e donin modernizmin. Shumë e panë si tepër jo personal. Kështu që në fund të shekullit 20, postmodernizmi solli përsëri lojën. Gjyrat, simbolet, ndërtesat që i flasin historisë, por mbeteshin futuriste. Dhe çka sot? Çka sot? Sot jetojmë në një botë plurale, nuk ka një stil dominues. Shohim arkitekturë të qëndrueshme, dizajn digital, rikthim të traditave, forma eksperimentale. Shikoni, shohim format geometrike fluide të Zaha Hadid, strukturat prej letre të Shigeru Ban, e ndërtesa që funksionojnë tërësisht me energji të rinovueshme. Disa ndërtesa janë smart, janë të zgjuara, me senzorë dhe inteligjencë artificiale, të tjerat janë poetike, artizanale, të lidhura me tokën. Është një kohë e mundësive dhe e përgjithësive. Pra, po ndalemi dhe po afrohemi nga fundi. Mësimet nga e kaluara. Pra, çfarë nxjerrim nga ky udhëtim në kohë, nga kjo makinë e kohës? Që arkitektura është më shumë se sa strehim. Është historia e bërë fizike, pra arkitektura bëhet e prekshme. Çdo mur, çdo hije, çdo material përreth nesh mbartë jehonën e asaj që ka qenë më parë. Të studiosh arkitekturën është të studiosh vetë njerëzimin, frigrat, shpresat, vizionet për parajs apo për fuqi. Dhe si arkitekt të ardhshëm, dizajner apo thjesht dashamirës të hapësirave, ne mbajmë atë përgjithësi. Ne qëndrojmë mbi shpatullat e atyre që ndërtuan para nesh. Mbani mend. Të ndërtosh do të thotë të kujtosh. Të dizajnosh do të thotë të ndrosh. Pra të jesh ndrimtar. Dhe të jesh arkitekt do të thotë të imagjinosh. Çfarë vjen më pas? Ta imagjinosh dhe ta prekësh të ardhmen. Miq, falenderoj që u bashkuat me mua në këtë udhëtim të shpejtë, të shkurtër përmes epokave të arkitekturës. Nëse ju pëlqeu ky epizod, ndani atë me ndonjë mik, apo me ndonjë koleg, apo me shok tuaj, me dashamir të arkitekturës. Abonohuni në Asha ADV podcast, kudo që ju ndëgjoni podcaste. Herën tjetër, do të flasim për atë se pse shoqëria jonë ka nevojë për arkitekt, ka nevojë për identitetin kulturor, qëndrueshmërinë, sigurinë në arkitekturë dhe mirëqenien njerëzore. Deri atëherë, vazhdoni të shikoni, të pyesni dhe të imagjinoni. Faleminderit shumë që na ndëgjuat. Me të mira.